Izraeli është kapluar nga akuzat që lidhin ndihmësit e kryeministrit Benjamin Netanyahu me një financim nga Katari. Quajtur si Qatargate, hetimi pretendon se disa nga njerëzit më të afërt me Netanyahun ishin rekrutuar për të promovuar imazhin e Katarit, një shtet armik në Izrael. Por çfarë dim deri më tani? Sipas raportimeve, të paktën 2 nga ndihmësit e kryeministrit dyshohet se kanë marrë pagesa nga qeveria e Katarit për të promovuar interesat e Dohas në Izrael, ndërsa hetimet janë duke vijuar, disa detaje në hetim mbeten të paqarta. Pretendimet janë përhapur që nga mesi i vitit 2024 dhe çështja u kthye në vëmendje më të madhe të hënën. 2 ndihmësit e tij u arrestuan dhe Netanyahu u thirr për t'u marrë në pyetje. Megjithatë, kjo nuk është hera e parë që figura izraelite me ndikim akuzohen për marrjen e pagesave nga Katari. Por Katari më parë ka hedhur poshtë pretendimet si terreme, duke thënë se ato janë nxitur nga politika e brendshme izraelite. Sidoqoftë, afera ka shtuar presionin mbi kryeministrin, i cili është përplasur me gjyqësorin rreth përpjekjes së tij për të shkarkuar kreun e Agjencisë së Sigurisë së Brendshme Shin Bet. Për të mësuar më shumë se kush janë të dyshuarit dhe çfarë mund të ndodhë me Netanyahu, lexojeni telegrafi.com.